Rikthehemi në pjesën e dytë në sheshi i dollarit, vijojmë diskutimin me ekspertin e taksimit, zotin Edvin Stefani. Ju e prekët pak më herët, ne ndërkohë kemi pasur kritikat vazhdueshme edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar apo dhe organizmat të tjerë që mos kemi ndryshime të shpeshta në taks, një ankesë që ka qenë edhe sipërmarrjeve të huaja në vend. Pas, po themi, disa vitesh në një lloj paqe me ndryshimet fiskale, këtë vit vinë disa ndryshime kryesore. Paqja fiskale është elementi më i rëndësishëm, po themi, apo falja e detyrimeve tatymore ishin të nevojshme këto ndërhyrje që u bën këtë vit me bashkëqyrësuesit të buxhetit të ri? Duhet të bëjmë dallimin midis ndryshimeve të cilat vijnë si rezultati një ligji të pamenduar mirë dhe ndryshimeve të cilat i përshtaten sfidave të kohës. Unë jam pro ndryshimeve që përshtaten sfidave të kohës, por nuk jam pro ndryshimeve që vijnë si rezultati i përshtatjeve. Për shembull, marrim rastin e ligjit për tatim për të ardhurat. Një ligj i cili është shumë i mirë, por që u nxitua në vendosjen e tij, nuk u konsultua mirë biznesi dhe për këtë arsye, mbas tij, dolën disa akte ligjore të cilat ishin shpesh dhe në konflikt njëri me tjetrin dhe të cilat kërkuan, siç e pam, u shty në kohë një pjesë e detyrimit tatimor dhe të cilat sollën akte të një pasnjëshme të cilat erdhën si rezultat i një qasje të pamenduar për të aplikuar çështjet veçanta. Dhe unë nuk jam dhe në përgjithësi dhe biznesi është kundra këtyre ndryshimeve që vijnë si rezultat i gabimeve të mundshme. Por, nëse ne kemi sfida të kohës, ndryshimi është i përshtatshëm, është i nevojshëm. Dhe kjo gjë duhet të bëhet parasysh, duhet të ndahet njëra nga tjetra. Paqja fiskale. Synohet, sipas qeverisë, të rivendoset një raport i ri biznes-qeveri. Sa do të arrihet ky objektiv? Çfarë synohet më konkretisht përmes këtij instrumenti, le ta quajmë të ri, në këtë lloj forme? Tani, në pamje të parë dhe ndoshta ashtu siç mund të ndodhi të zbatohet, paqja fiskale është pozitive. Paqja fiskale parashikon që nëse dikush biznesi ka lidhur një kontratë, ka reklamuar shfaqjen paqen fiskale me administratën tatimore, ai mund të deklarojë rrit detyrimin tatimor dhe për te detyrimit tatimor 18% taksohet me 5% normë tatimi, jo 15%, por me 5%. Në plan të parë kjo është gjë e mirë. Po këtu kemi disa problematika të cilat janë eventuale në qoftë se nuk do të jenë të menduara mirë. Po, në rast të parë njëherë, kush do ta firmosi kontratën me administratën tatimore? Nuk mundet të lihet në dorë të një drejtuesi. Unë nuk paragjykoj asnjë drejtues, unë jam për sisteme. Unë jam për rregulla të formalizuara, të barabarta për të gjithë. Pra, nuk mund të lihet sillni letra aty njëherë dhe unë pastaj do t'i shoh se kush është më i miri nga ju ta bëj këtë gjë. Pse? Po, ndoshta sot i kemi të ndershëm administratën mbas ca kohësh do të vinë pandershme të cilët do të mundohen të abuzojnë në këtë pikë. Pra kjo është abuzimi i mundshëm që lind nga mungesa e rregullave formale për të gjithë. Por mund të abuzojnë dhe bizneset. Çfarë do të thotë? Për shembull, një firmë ndërtimi gjatë procesit të ndërtimit, le të themi fiton, se kështu është mënyra se si funksionon një firmë ndërtimi, duhet të deklarojë fitim dhe gjatë procesit të ndërtimit të pallatit, dhe ajo mund të deklarojë në 2 ose 3 vite rresht një fitim simbolik, 500.000 lekë, të reja ose 1 milion lekë të reja fitim, i cili tatohet me 15%, por ndërkohë firma e ndërtimit, ne kuptojmë shumë mirë, fitimin e ka kur shet ambientet. Dhe në momentin që ajo shet mund të lidhë këtë paqe fiskale dhe të krahasoj fitimin nga shitja e apartamenteve me fitimin nga ndërtimi, për të cilat në fakt nuk duhet të ndodhi një gjë e tillë. Pse? Po sepse raporti i rritjes, pra mbi 18%, duhet të jetë për fitime të njëjtës natyrë. Për shembull, unë e kuptoj një tregtar i cili fillon të deklarojë çmimet e tij, kërkon të formalizohet, ka disa arsye për të formalizuar dhe rrit po të njëjtën natyrë të detyrimit tatimor. Ne e dim shumë mirë, një thyes, emëruesi dhe numëruesi janë të njëjtës natyrë. Pra nuk mund të vëmë në numërues fitimin nga ndërtimi dhe në emërues fitimin nga procesi i ndërtimit. Pra, këto janë gjëra që hapësira të cilat mund të përfitohen nga firmat e ndërtimit, të cilat për mendimin tim nuk janë në frymën e paqes fiskale, sepse paqja fiskale çfarë kërkon në thelb? Paqja fiskale është një dorë e qeverisë e cila thotë, shiko, formalizoni, jemi duke hyrë në BE. Me të hyrë në BE, rregullat do të jenë shumë të forta. Pra ne me të vërtet gëzohemi për hyrjen në BE, por për sa i përket aspektit fiskal do të ketë një formalizim, le të themi, një formalizim pak më të madh. Atëherë kjo është në parim e mirë,
por siç e thash, mund të përfitohet nga administrata mungesë të rregullave formale, mund të përfitohet nga firma të caktuara, të cilat përfitojnë nga pasaktësitë, detajet të cilat nuk përcaktohen qartë në ligj. Pra, unë për shembull që e njoh firmat antikën e di që 18% që i referohet numëruesit dhe emëruesit është po e njëjta gjë. Po dikush tjetër nuk e, nëse ligji nuk e ka, e përdor ndryshe këtë gjë. Dhe këto janë raste të cilat pikërisht, pra, nuk ka kuptim të themi fitimi nga shitja e apartamenteve është normalisht është 100 ose 200% ose 300% në krahasim me fitimin gjatë procesit të ndërtimit, i cili de facto nuk ekziston. Është vetëm një kërkesë ligjore për të realizuar një normë 7 deri në 10% gjatë procesit të ndërtimit. Pra nuk mund të krahasohen dot këto dy gjëra dhe kjo mund të jetë një rast në cilin keq përdoret iniciativa pozitive e qeverisë. Pra duhet të zbatohet në mënyrë rigoroze duhet të ketë një detaj formal për mënyrën se kush do ta fitojë paqen fiskale, pra jo, mos jetë në dorë të administratorit, duhet të ketë një rregull i cili të jetë pak më i detajuar dhe të shmangë këtë lloj ngjarjesh. Pjesë e paqes fiskale është edhe fshirja e detyrimeve doganore dhe tatimore, zërimi i atyre më të vjetra se 10 vite. Ka qenë një nismë në fakt e diskutuar, disa kanë quajtur pozitive, disa kanë qenë skeptik për këtë, ishte nevojshëm që të nisim një vit zero për sipërmarrje që kanë patur detyrimet akumuluara të vjetra, po themi ndaj shtetit? Normalisht duhet kuptojmë një gjë që të kuptojmë mirë se çfarë efekti do të ketë. Me të vërtetë shifrat ne na duken të mëdha, por ne duhet kemi parasysh që zërimi i detyrimeve të këtyre bizneseve bëhet fjalë për biznese të cilat janë në më së shumtin e rasteve ekonomikisht jo aktiv. Çfarë do thotë? Administrata tatimore ka një hapësirë për të kërkuar mbledhjen e borxhit tatimor, e cila zgjat në 5 vitet e fundit. Dhe gjatë kësaj periudhe, administrata tatimore e ka mbledhur detyrimin tatimor ndaj një njësie ekonomikisht aktive. Pse? Administrata të bllokon llogarit. Në momentin që bllokon llogarit bankare, ty të shfik llampa. Në momentin që të fillon të sjell pasaj bllokimin e aktivitetit të çonë në përmbarim e tjerë, ka një efekt zinxhir. Pra, do të thosha që këto janë detyrimet tatimore që kanë mbetur ndaj njësive ekonomike jo aktive. Në këtë aspekt, unë nuk shoh një stimul direkt në fuqizimin e ciklit ekonomik. Por gjithashtu kuptohet që ka persona të cilët e kanë hequr dorë nga një biznes i cili ngjarje. Pra, le të hedhim të përgjithshmen me raste të veçanta. Ka ngjarje në të cilën unë nuk e kam ditur regjistracionin tatimor, ekonomisti më ka mbajtur gabim letrat etj. Dhe unë kam pësuar një gjop dhe eventualisht kam hequr dorë, por kam dëshirë të merrem me këtë gjë. Këto janë persona ekonomikisht jo aktiv, të cilët mund t'i rikthejnë biznesit dhe në këtë aspekt ka një efekt pozitiv ekonomik. Pra, në përgjithësi unë jam pro, nuk duhet të zbatohet shumë, sepse përsëritshmëria krijon gjasa, megjithatë, në kundërshtim me shumë të tjerë, unë mendoj që askush, asnjë biznesmen nuk toleron marrjen e një gjobe sot, me shpresën se kismet do dali një borxh i cili do të falet në të ardhmen dhe tani meqense doli kjo, këtej tutje biznesmenët do fillojnë të tolerojnë në këtë çështje, sepse biznesmeni e di shumë mirë që i bllokojnë llogarit. Biznesmeni di shumë mirë që do t'i sekuestrohet artikujt e tjerë do të vijë tatimet aty në derë për t'i marrë detyrimin tatimor. Pra, nuk është se unë e shoh si në mënyrë direkte këtë çështje, si një efekt negativ në atë të ndershmen. Në këtë aspekt unë të këndvështrim. Amnistia sigurisht kur bëhen, kanë, e thash dhe më herët, kanë diskutime të mëdha, duhet jetë kjo e fundit për sipërmarrjen, dhe më pas të mësohemi me një lloj ndërgjegjësimi që të gjithë duhet paguajmë si individët, si bizneset, të mos ndjekim këto rrugët që i shmangen detyrimeve tatimore, pra të ketë një lloj barazie? Duhet parë përse u ndodhi kjo gjë. Në perceptimin tim kjo ka ndodhur sepse ne kemi një vit me suficit buxhetor, pra janë mbledhur më shumë të ardhura se sa janë bërë shpenzime dhe ekziston tërësisht luksi për të falur disa detyrime ndaj këtyre bizneseve jo ekonomikisht, kryesisht ekonomikisht jo aktive. Pra, unë nuk shoh ndonjë arsye pse kjo të mos ribëhet, por nuk do të ketë lidhje në fakt me buxhetin. Për mua kjo duhet të ketë një lidhje me raste të fatkeqësive të caktuara,
të ketë lidhje me raste tepër të veçanta, pasi ecuria normale e biznesit e kërkon që kush bën gabim të paguajë penalitetet. Pra, kjo është ecuria normale. Tani në qoftë se ndodhin anormalitete, ndodhin fatkeqësi, inshallah nuk na ndodhin, do të ketë dhe raste të tilla të ardhshme, s'ka pse të mos ketë. Ju preket pak më herët nivelin e të ardhurave. Kemi qenë me nivel lartë suficiti edhe vitin e kaluar. Ka ardhur kjo si rrjedhojë e mirë administrimit, luftës ndaj informalitetit, si e keni parë? Ka diçka, administratat të timore nuk ofron informacion shumë të saktë se nga ka ardhur kjo rritje. Kështu që unë mundet vetëm të deduktoj diçka, sepse administrata nuk thot për shkakun që të japi informacionin e detyrimit tatimor sipas sektorëve ekonomik. Për shkakun kjo do të ishte shumë e bukur, jam i sigurt që kjo do evidentonte faktin që sektori i turizmit ka paguar më shumë. Mirë, po administrata nuk jep këtë lloj informacioni dhe për mendimin tim e ka gabim. Nuk ka arsye pse në qoftë se kemi momente në të cilat ne nuk performojmë mirë, të nxjerrim dhe rezultate. Pra, rezultati nuk ka pse të ngelet i brendshëm, i pa informuar publiku për këtë çështje. Këto kërkesa për transparencë është e shkruar tashmë në legjislacion dhe administrata duhet të ofrojë këto lloj informacionesh. Neve nuk kemi informacion se kush janë faktorët që kanë ardhur në këtë gjë. Ne dimë që në total janë mbledhur më shumë të ardhura, mund të marrim vesh deri diku se cilat janë shpenzimet e paralizuara, ana tjetër e medaljes, por arsyet pse kanë ardhur në shifra, jo në komente. Kemi një pjesë nga çmimet, po pjesa tjetër nuk e din këtë gjë, nuk e din. Një ndarje për shembull. Është shumë e rëndësishme të bëhet një ndarje dhe ekziston në fakt sistemi informatik i tatimeve që të ndaj tatimet e mbledhura në bazë të sektorëve ekonomik. Dhe ky informacion në fakt ekziston. Ky informacion i shkon Instatit. Instati e merr këtë informacion dhe përpunon sektorët prioritar të ekonomisë. Mbas këtij informacioni shkon. Instati përpunon atë që quhet modeli lëndë parë produkt i gatshëm, që është në fakt në dinin time gojdhan, nuk para e din njerëzit, nuk e din konsulentët se çfarë është, ndërkohë që Instati punon me këtë çështje. Ky informacion që shkon Instatit mund të jetë i publik edhe për ne. Në mënyrë të tillë që të bëjmë disa informacione paksa më të studiuara. Ne flasim për antarësimin e Bashkimit Evropian, ndërkohë kemi luftë ndaj informalitetit. Duhet të jetë e vazhdueshme të operojë me reformë dhe jo me aksione, siç her pas here ndodh. Unë mendoj që ne duhet të pranojmë që informaliteti është pjesë e natyrës njerëzore. Nuk është se e kemi shpikur ne, dëshirat tona, prirjet tona për të kujdesur për familjen dhe për veten tonë janë të formalizuara që nga Shën Aquintas në mesjet. Pra, është pjesë e natyrshme e jona dhe ne nuk dalim ndryshe nga bota. Unë nuk mund të pres që ne shqiptarët të ndërgjegjësohemi në mënyrë të mjaftueshme dhe të jemi tashmë jo njerëzor, duke mos bërë evazion. Mënyra se si duhet realizuar evazioni, lufta ndaj evazionit është tjetër çështje. Për mua lufta ndaj evazionit është që ne t'i bëjmë biznesmenët shqiptar që të kenë pritshmëri afatgjata. Pra, një biznesmen shqiptar duhet të shohë që unë do investoj dhe do investoj për 30-40 ditë të ardhshme. Biznesmenët me pritshmëri afatgjata janë ata të cilët janë më shumë të formalizuar. Tani, se nga se vjen kjo, kuptohet që kjo vjen nga një sër faktorësh të cilët nuk kanë lidhje me taksimin në fakt. Kjo vjen për shkak nga fakti për institucionin e së drejtës, apo përmirësohet drejtësia në vend. Kjo vjen nga institucioni i pronës, apo zgjidhen çështjet e pronës. Të gjitha këto faktorë në mënyrë indirekte ndikojnë tek biznesmen me pritshmëri afatgjata, të cilat çojnë në luftimin e evazionit. Mirë, do kemi mundësi që të ndjekim këtë çështje edhe në vijim. Zoti Stefani, ju falenderoj shumë për analizën e detajuar dhe që ishit sonte në Sheshi i Dollarit. Faleminderit. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të Sheshi i Dollarit edhe për sonte. Zhvillimet të tjera i ndiqni duke klikuar edhe në faqen tonë zyrtare abcnews.al, po ashtu informoni në Korale, në valët e radios, në frekuencën 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen. Unë ju lë takim të hënën në ora 14.